Me rritjen e tarifave të koncesioneve për 6 muajt e parë të vitit 2025, Ministria e Energjetikës, Minierave dhe Burimeve Minerale ka mbledhur mbi 500 milion denar, që është një sukses historik dhe është dyfishi i shumës së mbledhur krahasuar me vitin 2024, ka deklaruar Ministria e Energjetikës, Minierave dhe Burimeve Minerale, Sanja Bozhinovska, në një intervistë për Mian. Ajo thotë se duke forcuar kontrollet inspektuese, qëllimi i tyre është të vendosen standarde evropiane. Që në fillim e bëra të qartë se do të vendosim rregull në sistemin e koncesioneve. Kjo do të thotë që të gjithë ata që kanë marrë të drejtën për të përdorur një burim shtetëror duhet të përmbushin detyrimet e tyre, pa përjashtim. Ne kemi rritur kompensionet për koncesionet në miniera, një masë që nuk është marrë prej vitesh, dhe kemi krijuar një sistem të ri kontrolli dhe mbledhjeje. Shifrat specifike tregojnë se për 6 muajt e parë të vitit 2025, Ministria mblodhi mbi 500 milion denar, që është një sukses historik. Ajo sqaroi se shuma e paguar nga koncesionerët deri më tani ishte një nga më të ultat krahasuar me Evropën dhe për këtë arsye thotë se kjo nuk përfaqëson asnjë barë mbi konkurrueshmërinë e subjekteve që operojnë në këtë industri në vend. Nga ana tjetër, për mua është shumë e rëndësishme që shumica e mjeteve të mbledhura në këtë bazë të përfundojnë në buxhetet e komunave ku ndodhen minierat. Ato para nuk do të përdoren nga burokraci dhe administrat, por kryesisht do të përdoren për nevojat e njerëzve, për projekte që do ta bëjnë drejt për drejt jetën e tyre më të lehtë, qoftë ky një park i ri, rrugë apo kopsht fëmijësh. Bozhinovska bëri të ditur se Ministria ka kryer tashmë një revizion të gjitha koncesioneve aktive dhe ka përcaktuar se disa prej tyre nuk janë në përputhje me rregulloret ligjore, prandaj mbi 45 koncesione janë ndërprerë.